Vajza e vogël Angelina Jolie heq mbiemrin Pitt aktoria nëse publiku do ta dinte të gjithë të vërtetën. Angelina Jolie dëshiron që të shërohen plagët e të gjithëve pasi vajza e saj më e vogël vendosi të heq mbiemrin e tatit. Në hijen e betejës së gjatë ligjore dhe tensioneve të vazhdueshme mes Angelina Jolie dhe Brad Pitt, një tjetër nga fëmijët e tyre ka kërkuar të heqë mbiemrin Pitt nga emri i saj. Të martën në 21 korrik u bë ditur se Vivienne është fëmia i 4 i çiftit që ka paraqitur kërkesë për të hequr mbiemrin Pitt duke ndjekur shembullin e Zahara, Maddox dhe Shillon. Sipas revistës People, arsyeja e ndryshimit të mbiemrit përshkruhet thjesht si një vendim personal. Nëse publiku do ta dinte të gjithë vërtetën, do të tregonte më shumë mirëkuptim për fëmijët dhe do ta respektonte qëndrimin e tyre. Fakti që ata nuk flasin publikisht dhe nuk zbulojnë detaje tregon vetëm dinjitetin e tyre, deklaroi në një burim pranë Angelina Jolie për People. I njëjti burim shtoi se Angelina Jolie nuk është në konflikt dhe nuk mban zemërim. Ajo dëshiron vetëm që të shërohen plagët e të gjithëve. Vivienne ka kërkuar që tani e tutje të quhet Marceline Jolie. Zahara synon të mbaj emrin Zahara Marley Jolie, ndërsa Maddox ka kërkuar të regjistrohet si Maddox Kivan Jolie. Ndërkohë, në vitin 2024, Shillon arriti zyrtarisht të heqë mbiemrin Pitt dhe tashmë përdor vetëm mbiemrin Jolie. Nga ana e Brad Pitt, një burim kishte deklaruar më herët për të njëjtën revistë se Jolie po e bën vazhdimisht publike largimin e fëmijëve nga jati. Është e trishtueshme të shohësh dikë që e bën vazhdimisht publike largimin e suksesshëm të fëmijëve të tij nga prindi tjetër. Deri më sot as Angelina Jolie dhe as Brad Pitt nuk kanë komentuar publikisht mbi kërkesat e fëmijëve të tyre për ndryshimin e mbiemrit. Megjithatë, në qershor të vitit 2025, aktori deklaroi se me kalimin e viteve kupton gjithmonë dhe më shumë sa e rëndësishme është të jesh i rrethuar nga njerëzit që do dhe që të duan, duke theksuar se miqt dhe familja janë e vetmja gjë që ka vërtet rëndësi. Angelina Jolie dhe Brad Pitt ishin një nga çiftet më të njohura të Hollywoodit, duke qenë së bashku për më shumë se një dekadë dhe duke u martuar në vitin 2014. Ata u nda në vitin 2016, ndërsa divorci dhe mosmarrveshjet për kujdestarinë e 6 fëmijëve të tyre u shndruan në një betejë të gjatë ligjore.